Kemi ardhur në qytetin e bukur të Kaçanikut, ku do të bëjmë një intervistë me zonjën Zejnie Kuka, e cila përgatit ushqime tradicionale, kurse sot për neve po përgatit një fli. Përshëndetje zonja Zejnie. Përshëndetje. Se kështu edhe ndoshta edhe tu e gjitë flien edhe tu na fol pak ndoshta problem. Apo më tregon çysh keni nis ndoshta me qitë flia dhe ndoshta me kriju si një lloj biznesi tashmë. Po në flia kom fillu, kom qitë qysh e vogël, për jam kom qitë. Tona kom fillu familjar, për vete, për familje, për ahengje, për gjithë shka. Me saqë, masani ma kanë reqë burri që të fli, që të fur, edhe fillova me përkrajën e familjes, po më thojnë që masi po qatë flinja, edhe po me këlqejnë krejt, fillo me qëtë biznes. Po bëllit të jetë edhe që sjell edhe përfitime. Po e përmende që shumë e vogël keni qenë kur keni fillu. Sa ka qenë ndoshta atë periudhë vështirë me mësu këtë, ndoshta që shqita në rana, që është pak një farë procesi i vështirë? Jo, nuk është vështirë për mu, se unë kam hobi gatimin. Për gjithë shka, unë qasë edhe baklava, qasë edhe pite, qasë edhe flinja. Nuk pritoj, për gatim e kam qenë. Qa po mendon për të ushqime tradicionale, apo pëlqen ende? Po, pëlqen edhe shumë, bile. Se na si shqiptarë, si në Kosovë, gjithmonë ushqime tradicionale i kemi qef. I kemi ma për zamër. Po, kush s'ka mësu me qitë flijet e para? Ndoshta nana? Po, me nanën, nana qatë flinja ka qitë gjithmonë. Po na me ndimën e nanës, duke ndimu nanës, ku më fillu edhe për vete me qitë. Edhe kur jam artu këto, edhe këto kanë qëtë gatimat, i dojnë. Po, cilat janë vlerësimet që t'i kanë bo, ndoshta që t'kanë bo, ndoshta me dashtë edhe ma shumë këtë punë edhe me vazhdu ma shumë? Vlerësime më kom pas gjithmonë, sërë që kom gatu flinja edhe për vjetë, edhe për musafirë, gjithmonë kanë thonë, na po dojna me artë ti me hangër flinë se i qatë shumë të mira. Unë nuk e di që është të më thojnë. A është për ju, ndoshta edhe një arsye më shumë e vazhdu këtë punë edhe pa lodhja? Po, nuk lodhna, për gatime s'lodhna. Unë gjithmonë e kom pas qef gatime, nuk pritoj qas për fëmijët e me, qas për musafir, qas për gjithë. A i kanë ndoshta ushqim të preferum flien edhe familjarët e tua, apo keni edhe ndonjë ushqim tjetër? Familjarët e me nuk e dojnë shumë djemët, sidomos që ta është jo se bruma, jo se ndyra, po qasë, për vjetë jo ne ha. A me që flia e ka vendin e vetë, nuk llogaritët brëm për neve është shia ma e mirë që e ka një ndonjë ushqim. Është edhe Ramazani kur të vjen, tonë në Kaçanik shumë për Ramazan, kena musafir, shkojmë, vimi, tona përveç ushqimeve gjellna krejt edhe gatime bajnë. Flia nuk mungon asnjëherë në turizm? Jo, nuk mungon. Sidomos unë gjithmonë kom qitë, edhe për Ramazan, i kemi gjithat tjerat, po flijen e qasë. E keni specialitet. Po, apo më tregoni pak që ju e keni edhe një krah të djathtë që ju ndihmon në këtë pjesë. Po tash, mos i kom fillu qëtë biznes, po më ndihmon djalli. Djemt i kam punë, i kam 3 djem, po kur të kam flinja për një kohë caktuar 2 ose 3 që i kom pas, më kanë ndihmon djalli. Kur ta kam veç një jo, veç as vetë. Sa është e mirë që ndoshta edhe djali të ndihmon edhe të përkra edhe? Me ndihmën e djalit vogël, Luanit. Luan Kuka, ai punon në FSK, është ushtar. Edhe ai ka fillu i pare, më tha, masi po gatune, po qeta, pse s'pe ban ta një biznes me fillu qëta? To shani, okej, to shajt, masi po thute. A mos do të me burre, pak? Jo, dhe pak. Edhe burrim kam. Ai ma kanë rritë shkurën. Po sa është mirë që ndoshta edhe djali din me qitë fli. Se për neve është pak e çuditshme që me ditë një djalë me qitë fli. Ai din shumë mirë, bile. Shumë mirë. Nuk i ha qatë shumë, po me ditë e dhe.
Edhe Rana ti ka mësu me qitë. Po, ky vogli, ndoshta më kanë gjatë pak më shumë. Këtë do të mëj këtë jo, por ushqime nuk janë. Për me ditë diçka, ky vogli po. Sa është për ty ndjenje mirë kur e ki edhe një krah që shumë është mirë. më mbështet? Shumë mirë kur t'jam me ta mbyllë nuk e marr vesh flijen që jam të qitë. Po, është më e lehtë. Me lirë. Po sa të marrë kohë kështu, ndoshta me qitë një fli? Po për që të furë për një orë. Po, E edhe qas. në këtë madhësi. Po, unë kam matësia të ndryshme. Po. Që kjo është matësia, tepësia është 50 cm. Tona kam tepësi edhe 55, kam tepësi 45-40 cm. Qysht? Bare qysht për kohë. Po, qysht të më thojnë unë e qas. Edhe po pjeka shpejt, as mesaq nuk pjekët Ja. ma shpejt. Nuk është e pjekit njajt, është e bullt. Është edhe në ushqim, kur ta haksh, ta të furrës, është ndryshe prej saqit. Kështu, qëfar produkte përdorën për fli? Po si mbas kërkesës. A ka kërkesa që ndoshta me mazë që Po, me lypin? mos, do me ndyrë të ljo, po s'me dhe që i thomi në me të linë. Do me margarina më thojnë që nuk dojnë me hangër ndyrë shumë. Unë sidomos të djallë që punon në FSK, ato i kanë ushqimin e vetë, ju apin, po kanë fillu që ta është gati çdo 2 herë një javë, ja që i kanë një tepsi fli. Si shë vlerësojnë? Shumë mirë, që ta që këmë qu bële apet, më kanë thonë me qu se shumë të mira. Tash na edhe po e shijojnë flien, zona zeniet të lumshin durt, se një fli shumë e shishme po duket, tash edhe e provojmë. Falenderoj shumë që na prite në këtë mënyrë edhe që na shtrove edhe sofrën këtu me hangër bashkë me juve me shiu. Faleminderit shumë edhe një. Ju bëftë mirë, jeni të mirë sa ardhur kur dani. Shumë mire ke përgatit. Inshallah ju pëlqen. Përshijojna, apeloj që mikrofonin edhe përshijojna.